Dita e 28. Zakaria Ursini 1534-1583. Profesori I lumtur. Nga Thomas S. Kidd. Hyrja e katekizmit të Heidelbergut 1563 përbën një prej pohimeve më të qarta të besimit në mbar historinë e krishterimit. Pyetja: cila është shpresa jone vetme në jetë dhe vdekje? Përgjigja: nuk I përkas më vetes, por me mishe me shpirt, në jetë dhe në vdekje, I përkas Perëndis dhe shpëtimtarit tim besnik Jezu Krisht. Katekizmi I Heidelbergut ishte produkti një ekipi autorësh që u autorizuan prej princit gjerman Frederiku III, një princ I devotshëm protestant gjatë dekadave të para të reformimit gjerman. Kryesori në mes autorëve të katekizmit ishte profesori I Universitetit të Heidelbergut, Zakaria Ursini. Reformatori I përullur. Ursini ishte student I Philip Melanchthonit, njërit prej dishepujve kryesor të reformatorit gjerman Martin Lutherit. Lutheri vdiq më 1546. Duke qenë një djalosh në vitet 50 të shekullit të 16, Ursini udhëtoi në shumë prej qyteteve kryesore të reformimit evropian, ku takua me John Calvinin në Gjenevë dhe me shumë udhëheqës të tjerë kyç të reformimit. Gjatë kësaj periudhe, reformatorët gjerman ishin shumë të ndarë mbi çështje teologjike, lidhur me natyrën e saktë të darkës së Zotit. Kur e thirrën Ursinin e përullur që të bëjë profesor në Heidelberg në vitin 1561, ai u tha kolegëve: sikur të mbetesha I fshehur në një qoshe. Mirë po, Perëndia po e thërriste Ursinin në Heidelberg për të ndihmuar në konsolidimin e trashëgimisë së reformimit. Ngushëlluesi I Heidelbergut. Katekizmi I Heidelbergut u botua në mënyrë anonime, por shumica e studiuesve sot ja atribuojnë Ursinit rolin kryesor në shkrimin e kësaj vepre teologjike. Theksi që vihej në doktrinën kalviniste e bëri këtë katekizëm të ishte një prej katekizmave më me ndikim që na ka mbërritur nga periudha e reformimit. Shumë shpejt, katekizmi I Heidelbergut u përkthye në disa gjuhë, përfshirë këtu edhe në anglisht në vitin 1572. Këtë katekizëm do ta tejkalonte për nga fama në botën anglishtfolse vetëm rrëfimi I besimit I Westminsterit, I cili u hartua në Angli gjatë shekullit të 17. Një prej arsyeve pse katekizmi I Heidelbergut ishte kaq I suksesshëm kishte të bënte me faktin që përdorte një gjuhë përbashkuese rreth çështjeve të debatuara, të tilla si darka e Zotit. Ursini nuk dëshironte që ndasitë mes protestantëve të thelloheshin më tej. Megjithatë, në përputhje me bindjet kalviniste të Ursinit, katekizmi përshkruan një tablo të zymt për sa I përket gjendjes së njerëzimit pa Krishtin. Në pyetje përgjigjen 5 të katekizmit, Ursini na thotë: duke u bazuar në një sër referencash mbështetëse biblike, që ne jemi të prirë nga natyra për ta urryer Perëndin dhe të afërmit tanë. Pyetje përgjigja 8 pyet nëse jemi aq të prishur sa të jemi të paaft për ndonjë gjë të mirë. Ursini përgjigjet dhe thot po, ne jemi aq të prishur, dhe vetmja rrugdalje prej kësaj situate është ripërtëritja prej frymës së Perëndis. Nga ana tjetër, një jetë e shpenguar prej Perëndis është një jetë shenjtërie, kënaqësie dhe gëzimi të patregueshëm në përjetësi. Ngushëllimi që gjendet në pyetjen e parë vjen prej të kuptuarit të thellësisë dhe madhësisë së mëkatit tonë, çlirimi të madh që sjell Krishti nga mjerimi ynë dhe nga zemërimi që qëndron mbi ne si shpata e Damokleut për shkak të mëkatit, si dhe mirënjohjen e thellë ndaj Perëndis që rrjedh prej njohjes dhe pranimit të çlirimit tonë. Ursini shpjegon që natyra jonë e re në Krishtin është një gëzim zemre në Perëndin përmes Krishtit, një dashuri dhe kënaqësi për të jetuar sipas vullnetit të Perëndis në vepra të mira. Për Ursinin, gëzimi për shkak të shpengimit tonë është themeli I një jete të shenjtë. Trashëgimia e gëzimit. Pavarësisht se Ursini u përpoq t'i bashkonte grupet kundërvendëse të protestantëve, pasuesi I Frederikut të III e hoqi atë bashkë me disa profesorë të tjerë kalvinist nga fakulteti I Heidelbergut,
në vitet 1570. Ursini gjeti më pas punë në një akademi të reformuar që gjende jo shumë larg Heidelbergut. Ai vdiq në vitin 1583 në moshën 48 vjeçare. Përmes katekizmit të Heidelbergut, si dhe përmes leksioneve të shumta që botoi, në mbrojtje të teologjisë së shprehur te katekizmi, Ursini la pas një pasuri të madhe materialesh biblike për ndërtimin e brezave të ardhshëm të besimtarve. Mësimet e Ursinit ende ngjallin shumë gëzime hare edhe sot, pikërisht për shkak të punës së madhe që Perëndia kreu përmes tij dhe gjithë aradheve të reformatorëve të tjerë.